Ne kërkojmë 18 vjeçarëve një pjekuri që shumë 40 vjeçarë ende se kanë. Kjo është e vërtet. Por faktike ne bëjmë pjesë në një mjedis social që është i rrethuar nga familja, nga shoqëria, nga grupi social në cilin bëjmë pjesë. Pra, të gjithë këto janë faktorë ndikues tek individi gjatë gjithë kohës që ne rritemi dhe zhvillohemi brenda këtij mjedisi social. Dhe faktori i parë ndikues në arsimimin e fëmijës dhe në zgjedhjen e degës së fëmijës është gjithmonë prindi. Prindi në shumicën e rasteve unë do të thosha që nuk është një këshillues i duhur. Sepse gjithmonë prindi shikon interesin më të lartë të fëmijës së tij, duke dashur që fëmia të bëhet më i mirë nga të tjerët dhe të ketë një të ardhme të sigurt. Do një deg me shumë lek. Po pikërisht prandaj tash një të ardhme të sigurt ku presupozohet që ajo deg do t'i sjellë të ardhura, mirëqenie, pra do të bëjë një jetë të kënaqshme. Pavarësi nga burri, domos për gocat. Pavarësi, pa diskutim. Por faktike në shumicën e rasteve prindrit gabojnë sepse fëmia ka patjetër talentin e vet, ka dëshirat e veta, mundësitë, aftësitë e tij personale dhe në shumicën e rasteve duhet i jepet prioritet. Pra çfarë aftësish ka fëmia? Pak më parë mori një prind që tha goca ime bëri namin ndërsa studioi për aktore, mbaroi dhe shkollën. Ngeli pa punë, dhe tani ka hyrë një zanati tjetër. Po, kjo është e vërtet. Sepse në fund të ditës ajo nuk e ka marrë kënaqësinë, nuk e ka gjetur veten te dega që ka studiuar. I tha që ore, ku do shkosh? Çfarë do marrësh? Shiko, pra thash, barira e parë është familja. Familja është ajo që të privon nga dëshirat, nga mundësitë dhe kapacitetet që fëmia ka në përgjithësi. Un kam shumë raste, për shembull, në auditoret e fakultetit, sidomos me studentët kur vin viti i parë, shpeshherë i pyesim që çfarë ju shtyll dhe pse erdhët në këtë deg. Po. Ka pasur mjaft raste kur nga të rinj kam dëgjuar për shembull që kjo ishte dega nga të 10-ta që më doli. Dhe për mos të mbetur pa shkollë të lartë, prindrit preferuan që unë të regjistrohesha direkt. Por mirë, i kam thënë, mendon vërtet që kjo është dega që ti do mbarosh sepse nuk është pak, janë shumë vite shkollë. Dhe përgjigja ka qenë, me thënë të drejtën, dua ta lë, por nuk di si t'ja bëj. Është presion prindër. Pra ti këtu e kupton që fëmia ka qenë i detyruar për ta bërë një zgjedhje të tillë. Jo, nëse zgjedh një gabim degën, tani kush marr përgjegjësinë mas sa viteve? Është vetë fëmia, janë prindrit, është shkolla apo sistemi? Ne i kemi të gjitha të lidhura bashkë, all inclusive, sepse edhe sistemin e kemi të tillë. Pra ne nuk u japim mundësi fëmijëve që të eksplorojnë. Për shembull në periudhën e gjimnazit, shumë pak prej tyre mund të prekin institucione ku të shikojnë çfarë ndodh në institucion. Pra ajo që ne studentët i çojmë në periudhën e praktikës mësimore për të prekur institucione dhe për të gjetur edhe drejtimin cilën master duhet zgjedhin, pra ku e shohin veten më shumë, gjimnazistët nuk e kanë këtë. Të thuash këtë lloj eksperience, e cila t'i ndihmoi ata për të bërë edhe zgjedhjen e duhur. Pra shumë pak njohin institucione, shumë pak vizita bëjnë ose kryejnë gjatë viteve që ata studiojnë ose mësojnë për të prekur dhe për të kuptuar edhe dëshirën dhe aftësinë dhe mënyrën që ata të qasin ndaj këtyre pozicioneve të punës. Pra kjo ndodh shumë pak nëpër gjimnazet tona. Ajo që ndodh së fundi është që universitetet vetë ofrohen sidomos në periudhën e fundit kur ata duhet bëjnë atë zgjedhje në 10 degët prioritare që duan të studiojnë, për t'i dhënë mundësi të kuptojnë një informacion të bollshëm mbi secilin prej universiteteve, pra ku ne përpiqemi të thithim student, por kjo bëhet nga universiteti, faktike duhet të kryhet në periudhën e gjimnazit. Pra vetë gjimnazi duhet ketë një politikë të tillë që nxënësi të ketë mundësi të eksploroj, pra të shikoj veten atje ku ai ndihet mirë. Për shembull, në ditët e sotme ne shumë shpesh i qasemi tregut punës dhe themi që nëse tregu po kërkon këtë kategori, atëherë le të kemi mundësi që këta fëmijë që kanë kapacitet, kanë mundësira, kanë të gjithë aftësinë për t'u drejtuar asaj dege, të kemi mundësi t'ju bëjmë vizita dhe të dëgjojnë një eksperiencë, pra për ta kuptuar dhe për të parë që vizita është tjetër gjë. Domethënë ne na ndodh shpesh në klan, përgjatë ditës vinë shkolla të ndryshme, një vizitë në X studio ose në për ambientet e televizionit klan. Dhe kanë shumë qejf, kanë shumë dëshirë kur të rritem të punoj këtu, sidomos të 9 vjeçares.
Ne I shohim kështu. Okej. Rritu një herë pastaj vendos etj. Tani pyetja është, domethënë para 90-s ishte ideja e tillë që një djalë apo një vajzë që në gjimnazin e para ishte presioni të bërshëm I shoqërisë. Patjetër. E dyta, nëse ti nuk bëje shkollë të lartë, shkoj ushtar. Po, kjo është e vërtetë. Mbas 90-s, përveç kësaj që shkoj ushtar, asgjë nuk ka ndryshuar. Sistemi arsimor ka mbetur po I njëjti. Pra ne thjesht kemi ndryshuar në vite mënyrën, nëse I kemi pasur dikur 4+5, ne kemi bërë një ndryshim, jemi kthyer 5 nga klasa e parë në 5, pastaj 6 në 9, pra kemi bërë një lloj ndryshimi, reformim do të thoja, por jo se kemi bërë ndryshime në mënyrën e arsimimit të fëmijëve. Cili është problemi që nëse një djalë që mbaron gjimnazin apo një vajzë merret, fillon, provon lloj biznesesh. Ca me lek, ca pa lek, ca mendim, ca me kështu. Si ka thënë Berlusconi, mos më pyet për 1 milion e parë. Për tirat I them gjitha. Pra, domethënë dhe befas ai në rezulton që të jetë vite më vonë një biznesmen apo bizneswoman I suksesshëm. Cila është e keqja që ai s'ka shkollën e lartë. Ai mund ta kishte bërë dhe për pikturë apo për vizatim apo për piano. Po në fund të ditës rezulton një biznesmen I shkëlqyer. Cili është problemi? Absolutisht nuk ka problem. E gjithë problematika qëndron në servirjen e modeleve. Pra që të kemi mundësi t'ju japim modele të rinjve për të kuptuar ku e gjejmë veten. Po nuk është ky, domethënë ne po japim modele dikë që ka bërë shkollën me zor, që nuk e do atë zanat dhe lexohet që nuk e do. Po kjo është ajo që ne I themi mos pasja përballje me realitetin në cilin ne ndodhemi. Për shembull, në shumicën e rasteve, ne të rinjve, ajo që I themi gjëja e parë është ti do mbarosh shkollën e lartë. Pra ti nuk duhet të punosh, detyra jote është të mbarosh arsimin e lartë. Mirë, dhe në momentin që ne I themi ti nuk duhet të punosh, menjëherë ne bëjmë atë barierën ndarse midis dëshirës së të riut për ta prekur atë lloj dege ose fushë për ta eksploruar ku ai ndjen pasion, siç mund të jetë edhe fusha e biznesit ku ai ndoshta ka prirje për këtë hapësirë, por ne I themi jo, ti do mbarosh për shembull inxhinierin, me qenë se aktualiteti tashmë në tregun e punës kërkon. Jo biznesmen, në llapima, çfarë do bësh me dëshetës shuti? Po sepse kjo është forma e kulturës që ne kemi, qasja që ne kemi kundrejt biznesit. Pra ne nuk e shikojmë në konceptin e zhvillimit të individit, atë që quhet. Të pyes, sa të rinj diplomohen, vetëm që të mos I zhgënjejnë prindërit? Unë do thosha në pjesën më të madhe mund thosha 90%. Çfarë thua? Po, sepse thash është familja ndikuesi kryesor që dhe shoqëria, sidomos grupi social në cilin ti bën pjesë. Pra kur ti shikon shoqet e tua, të cilët kanë nota të mira, ka dalë universiteti dhe ti mendon që çfarë kanë ata më shumë se ty, pse nuk mund të jesh. Është histori që ka filluar që në fillore kjo. Çka ka ai më shumë se ty? Po, kjo është e vërtetë. Tani kur një prind thotë do bëhesh mjek, për shembull, ky prind po ndërton të ardhmen e fëmijës apo po realizon ëndrrën që s'e ka bërë vet? Në shumicën e rasteve unë do të thosha që është ëndra nxjerrtare çdo prindi, sepse profesioni I mjekut është status në shoqëri. Pra, jo vetëm shikohet si pjesë e buxhetit, po dhe jashtë, patjetër, prandaj thash në shoqëri. Dhe shumica e prindërve dëshirën për fëmijën e tyre e kanë që ta shikojnë gjithmonë edhe më mirë, më lart në një status të caktuar në shoqëri. Ka qenë edhe para 90-s, por në një formë tjetër që ta kemi për pleqëri. Unë do të thosha ky është egoizëm që prindit kanë te vetja e tyre, duke menduar gjithmonë për veten e tyre dhe në këtë rast janë ende duke menduar për veten e tyre. Ne po krijojmë profesionistë apo njerëz me diploma? Po me kohën që ka ardhur sot, unë do të thosha që më shumë në treg kemi njerëz me diploma se sa profesionistë të fushës.